Dikur më buzëqeshte fati dhe isha e lumtur me ty. E jeta vazhdonte lulëzonte sikur një lule, e ne qoshim dashuri, por dashuria jonë ishte shumë e madhe. Ditët ecin, kalonin, e bëhen muaj, e muajt u bënën vite, dhe erdhi koha që unë e ti të martohemi. U martuam me plot lumturi dhe dashuri. Jeta filloi të lulëzoj. E Perëndia filloi të na gëzoj me një vajzë. Por në mes nesh filloi një grindje. Ajo grindje ishte zemër e coptuar, që o ndam, unë dhe ti. E lotët pikonin, por zemra digjet. Si erdhi puna deri te ndarja. Por kështu e paska jeta, çka të bëj? Nuk di. U ndam ne të dy. Unë linda një princesh, një rreze drite, një yll, një zemër. Por tash jam në vujtje më të mëdhaja, sepse nuk mund të arris këtë fëmijë. Edhe të thirra për të biseduar. Të thash se fëmijën tim unë do ta çoj në jetimore. Kështu metëm të pikëlluar. Edhe zemra qahet në dy pjesë, por nëna nuk qenë ka nën qysh duhet, sepse të ishte nën qysh duhet, ajo asnjëherë nuk e lejon vetën që fëmijën e vet ta çon në jetimore. Ndërsa djali i thoshte vasës, rrite atë fëmijë, se ajo është yti edhe imi, edhe pse jemi nda, fëmija një ditë ndoshta do të na bashkon. Por prindrit e saj ishin disa njerëz të egër që s'dishin vlerë njerëzije. Ata than jo, ne këtë fëmijë do ta braktisim, nuk e dojmë dhe do ta çojmë në jetimore. Ndërsa baba i djalit ju përgjigj miqve të vjetër. Ju tha, unë do t'ju ndihmoj se unë jam në Sloveni dhe prandaj rritni fëmijën se unë për çdo muaj do t'ja jap nga 500 euro. Ata ishin aq njerëz të egër, sa si kuptonin ndjenjat njerëzore. Ne tha as nuk duam pare, as nuk duam fëmijë. Këtë fëmijë do ta dërgojmë në jetimore. Një natë baba i djalit nuk flet gjithë natën. Filloi të mërzitet. Trupi i dridhet, siklet. Toka sillet për rreth tij. U zgjua nga gjumi dhe i tha gruas së vet, gruaja im e dashur, ne do të bëjmë një mirësi në emër të Zotit. Fëmijën tonë nuk do ta lejojmë që të shkon në jetimore. Ata do ta marrim ne dhe do ta rrisim. Kështu që edhe bashkëshortja e tij Rana Pilqen, edhe e morën fëmijën dhe po e rrisin. Ndërsa tash vajza i mbushi 1 vjet, që zemra e saj është plot krenari dhe lumturi që po e mbajnë prindrit e saj dhe po e rrisin me plot dashuri e lumturi e nuk e lanë fëmijën e tyre të shkon në përjetimore, mos ta din ka ka nën, ka ka bab, ka ka babgjysh, ka ka gjyshe, ka ka teze e ka hall. Por tash fëmija gradualisht rritet, buzëqesh, luan. Kjo është harmonia dhe lumturia e jetës së një familje të pastër, të cilët nuk e lanë vajzën e tyre ta çon nëna e saj që nuk ishte zemër as shpirt për fëmijën e vet, për ta dërguar në jetimore. A thua vallë, ajo a nuk pat dhembje? Gjatë
kësaj jete kur e kishte fëmin në bark. A flente rahat? A thua? A pat dhëmbje kur lindi? Po ndoshta, sikur mos të ketë as zemër e as shpirt të njeriut. Ndoshta, në figurë duket njeri, por me zemër dhe shpirt është shejtan apo dreq që i thëjmë na, sepse një nën e cila e humbë fëmijën e vetë e qënë në jetimore, ajo nuk e meriton as të jeton, as nuk e meriton të jetë njeri, pa ajo është një dreq se edhe kafsha që është kafsh, nëse keni parë, kur ja sulmon dikush fëmijën e kafshës, ajo mundohet ta vret me brina, gjuan me shkelmi, ndërsa kjo figurën njeri e me humbë fëmijën e vetë, është prish dënjaja vlla, s'kem që ka prit një ma tepër, vetëm ditë të zeza të kiametit. Inshallah, Zoti këtë familje e shpërblen me gjitha të mirat e kësaj bote, basin beqer që e murë mesën e vetë për të arritur, sepse ata të familjes së gruas nuk kishin njerës, nuk kishin ftyrë, si mund të humbin fëmin, ndërsa Baci Beqir e murë u kujdes edhe kujdeset ende për atë fëmijë për të arritur edhe pse ka mbushur 20 vjetë. Të lumt Baca Beq, inshallah Zoti të shpërblen me të gjitha të mirat e kësaj bote që ja arrite për të arrit këtë fëmijë në familjen tënde e jo në jetimore, siç mendonte babai i vajzës apo miku yt i padashur.